Elvana Gjata është shfaqur së fundmi në një intervistë ku ka folur për karrierën, jetën personale dhe momentet që e kanë formësuar ndër vite. E pyetur për rikthimin e mundshëm në festivalin e këngës, ajo nuk dha një përgjigje të prerë duke lënë gjithçka të hapur për të ardhmen. Nga të dyja festivalet, unë kam marrë 2 valixhe shumë të mira me mësime të cilat do t'i përdor për herën e tretë që nuk e di kur do t'i jetë, nuk e di se si do të vijë jeta. Nuk mund të them as nuk dua të marr pjesë, as do të marr pjesë. Nuk e di sinqerisht. Do t'i lë gjëra të vinë natyrshëm. Këngëtarja foli edhe për sakrificat që i ka sjell fama dhe angazhimet e shumta, duke pranuar se një nga gjërat më të vështira për të është mungesa pranë njerëzve të saj më të afërt. Një nga faturat më të shtrenjta që unë paguaj dhe një nga sakrificat më të mëdha që unë bëj në punën që bëj është të mos jem prezent, aq sa do të doja të isha prezent në jetën e njerëzve të mi më të shtrenjtë dhe këtë gjë e vuaj shumë. Do doja që të kaloja më shumë kohë me familjen time, me miqtë e mi të zemrës, por puna që bëj unë, pa diskutim që e dua shumë punën që bëj dhe jetoj me të, por kërkon shumë energji dhe kohë, dhe të merr kohën nga njerëzit e tut më të shtrenjtë, dhe kjo gjë më mundon shumë. Duke folur për mënyrën se si përballon momentet e vështira, Elvana u shpreh se ka zgjedhur të mos kërkojë ndihmë profesionale, por t'i kaloj vetë. Të gjitha momentet më të vështira të jetës sime kam zgjedhur që t'i kaloj me veten, dhe unë nuk kam zgjedhur asnjëherë që të kërkoj ndihmë profesionale. Absolutisht që nëse dikush zgjedh të kërkojë, është mënyra e tij dhe mënyra e tyre. Dhe jam shumë në rregull me këtë gjë, por mënyra ime ka qenë që momentet më të errta, më të rënda, më të vështira, t'i kaloj me veten, pa alkool, pa ilaçe, asgjë tjetër që s'ka të bëjë me forcën që e kam gjetur brenda vetes time. Ajo shtoi se muzika për të është mënyra më e fortë e shprehjes së emocioneve dhe reagimit ndaj gjithçkaje që përjeton. Prandaj nuk më kanë pëlqyer kur intervistat, sepse gjithmonë mesazhet më të forta kam zgjedhur t'i jap përmes muzikës. Është një instinkt i kthyer në strategji, sepse kur ti e njeh mirë veten tënde, e di kur të reagosh dhe unë jam mësuar që të gjithë këtë dhimbjen dhe emocionet e forta ti përdor si një karburant për artin tim. E pyetur për mënyrën si perceptohet suksesi i saj në shoqëri, ajo u shpreh se shpesh nuk është e lehtë të pranohet suksesi i një gruaje. Mendoj që kuptohet, thjesht nuk pranohet lehtë në shoqërinë tonë që një femër të jetë e suksesshme, të jetë zonja e vetes dhe të ketë mundur që të krijojë të ardhura shumë të mira me profesionin dhe punën e saj. Duke folur për dashurinë, Elvana e përshkroi si një ndjenjë që të rrit kur është e shëndetshme. Mendoj që kur është e shëndetshme të frymëzon dhe të bën që të jesh njeri më i mirë dhe të bën që të jesh njeri më kreativ. Dashuria nuk janë fjalët e bukura, por janë veprat. Ajo ndau dhe rëndësinë që i jep ushqimit dhe stilit jetesës, duke treguar se shpesh është vegane dhe beson në fuqinë e ushqimit të shëndetshëm për trupin dhe shëndetin. Në fund, Elvana nuk e fsheu dëshirën për të pasur një fëmijë, duke e konsideruar një ëndër personale. Unë gjithmonë kam dashur që të kem fëmijë sepse i dua jashtëzakonisht shumë fëmijët. Është e vërtetë që ky mendim ka qenë më i shpesh në mendjen time kohët e fundit. Sigurisht që do të kisha dashur që ta kisha një fëmijë edhe më herët, dhe është një ëndër që unë të kem bekimin që të kem një fëmijë në jetë, u shpreh ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.